Po, unë jam rritur në laborator të fotografët e vjetër që është fotografia parësi negativit të thuash i filmit, edhe kjo ka qenë kureshja ime, domethënë që i vogël, sepse ishte stafi fotografëve, laborantëve, që sot janë edituesit dhe që bëheshin me Photoshopin e tjera. Si bënda një person, do? Jo, ishin staf, fotografët që fotografonin larja e filmit, po e them shqip, zhvillimi, dhe ishte dhe punimi dhe manipulimi atere me laps. Ishin në plan filmat e mëdhenj, më pëlqen ato, mbaj mend Silin, djes pas një fotograf i vjetër që përdorte një plan film të madh, një cilësi shumë të lartë që sot digitalet janë, por që cilësia atyre fotove, plan filmave që ishin një cilësi shumë të madhe dhe janë shumë klasike për mua që më ka tërhequr shumë. Dhe unë e kam përdorur këtë kur fillova në studio fotografoja, e zhvilloja vetë filmin në Dhomën e Errët, nuk diskutohej sepse merrte dritë edhe DJ fotografia, dhe ishte procesi i kalimit nga filmi në letër, në kohë zgjatjen e saj, dhe është një moment shumë nuk mund ta shpjegoj, po procesi i tillë i ardhjes në jetë të fotografisë, sepse ti fotografoje domethënë duke përdorur parametrat e ditës gati standarde, domethënë që përdoreshin për jashtë edhe brenda. Sot digjitali ka më të tillë, po thjesht procesi i ardhjes në letër ajo figurë, nga gjithë fotografi mirë dhe tjera, domethënë është një ndjesim më vete, që sot shumë e shikoj përveç shkollave që është hapur dhe në Tiranë që mësohet e bëhet, e shikoj edhe një trend botëror të të rinj që e shikoj si trend që e përdorin këtë. Është një ndjesi më vete, ndryshe nga kliku i digitalit, është një ndjesi më vete. Pavarësisht që këtu te ne domethënë është pak kosto, humbje kohë e tjera, është punë luksi dhe pasioni, kush ka mundësi mund ta ndjeki.